Allahun Azza wa Jall e falënderojmë, për ti falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Sot do të flasim në pika shumë të shkurta rreth kaptinës së ushqimeve. Jeta pa ushqim nuk shkon. Pëse Allahu Azza wa Jall çdo nevojë tonën, të cilën nevojë kemi primare, ka sistematizuar që askush të mos hanë gjërat e cilat janë të dëmshme dhe të ndaluara fetarisht. Të dëmshme dhe të ndaluara fetarisht. Edhe pse nuk ka ushqim të mirë, i cili ushqim është ndaluar, është bo haram. Gjitha ushqimet e mira e të nevojshme, të dobishme për njerun, Allahu Azza wa Jall i kalon të lira, i kalon halal, i kalon të lejushme, që njeru të kënaqet me ato ushqime dhe ta falënderojë Allahun subhanahu wa taala si pasojë asaj kënaqësie. Allahu Azza wa Jall thot: "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba." O ju njerëz, i drejtohet gjithë njerëzimit, pa marrë parasysh llojin e tyre, pa marrë parasysh fenë e tyre, i drejtohet me këtë drejtim. O ju njerëz, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hani çdo sen që del nga toka, që është halal dhe që është i mirë. Dhe të çdo sen që del nga toka e që është halal dhe e mirë, e dobishme, e nevojshme për juve, hani atë, mos pyetni për të. Wala tattabi'u khutuwati shaytan. Edhe mos i ndjekni hapat e shejtanit. Edhe mos i ndjekni hapat e shejtanit. Innahu lakum aduwwun mubin. Nga se shejtani është armik juaj i përbetuar. Kjo nuk kupton se ajo që i shtin njerëzit me hongër haram o janë mashtrimet e shejtanit. Jo nevoja fiziologjike për te. Çdo ushqim i cili është haram dhe njerëzit ngasin mas atij ushqimi, ndjeni mirë se ai nxitim mas atij ushqimi është mashtrim i shejtanit. Jo se organizmi ka nevojë për të, jo se organizmi ndin kënaqësi nga ai ushqim, por se përkundrazi është mashtrim i shejtanit. Kur shejtani njerëzve u zbukuron të keqen. Të keqen u aban të mirë dhe të mirën u aban të keqe. Thot Allahu Azza wa Jall: "Qul ara'aytum ma anzala Allahu min rizqin." Thot a e keni pa, do thot, a jeni duke e pa, më mirë thonë, se Allahu Azza wa Jall ato që a qënë nga risku, që në kupton se risku vjen prej Allahu Azza wa Jall, dhe çdo risk që vjen është i mirë dhe i dobishëm për ti, dhe se e ketë ndalume që riskun dhe ushqimin tanë të hash në formë të ndalume, sepse Allahu Azza wa Jall ta ka zbritë riskun që është halal. E pse ti mi a kthi shpinën këtë risku që është halal e të hash nga risku që është haram? Pastaj ajeti i tretë ku tregon do të thotë dozën normale të ushqimit dhe se çdo sen që është halal, nëse teprohet është e dëmshme dhe ndaluar fetarisht. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hani dhe pini. Do të ha ushqim dhe pe lëngje, qoftë ai ujë apo diçka që është e lejuar. Wala tusrifu, dhe mos e teproni. Çdo sen hanë me ushqim. Çdo sen hanë me ushqim, nga se Allahu Azza wa Jall nuk i don ata që e teprojnë. Allahu nuk i don ato që e teprojnë. Për këtë shkak kur të mash lexojsh biografinë e dietarëve të devotshëm dhe të mirë, të cilët kanë mri grada të mëdha në ditori, ishte se asnjëherë nuk janë ngop. Çdo herë kanë hongë me kufi dhe çdo herë kanë lënë të zbrastira të mëdha në barkun e tyre. Sepse ushqimi do të thotë është ngarkesë
për njeriun dhe e ban ajlaz dhe dembel. E ban ajlaz dhe dembel, le të mos flasim kur njeriu të anë do të thotë ushqim haram, kjo e keq që shtohet më tepër e më tepër. Ushqimet e ndaluara. Kur themi të ndaluara, ushqimet që janë haram, nuk kuptoj. E shihni fort mirë se në ajetet e para Allahu Azza wa Jall thot hani nga ajo që a kam dërgu prej tokës, që është halal e i mirë, duke mos i numru të mirat e tokës. Pse? Nga se të mirat që lejohen nuk ka mundësi që të numrohen. Për dallim prej të këqijave, prej ushqimeve të ndaluara që janë pak dhe që ke mundësi me i numru në gishta. Dhe Allahu Azza wa Jall thot, ha prej këtyre që janë shumë, pak ufi, sa që nuk i mundësi mi numru, dhe largohu prej këtyre që janë shumë pak, që ka me ti numru pak më vonë. Dhe zot mirat e Zotit janë shumë të mëdhaja, kurse ndalesat janë në gishta. Edhe me gjithat për fat të keq, njerëzit u akthejnë shpinën gjitha këtyre të mirave dhe drejton ka ushqimet e ndaluara. A është kjo drejtësi? A është kjo korektësi? A është kjo falënderim dhe Allahut Azza wa Jalla? Ja, përkundrazi, kjo është, do të thotë, mos falënderim ndaj të mirave të Zotit, në përkombje të mirat e Zotit dhe kur njeriu do të tregohet bukshkelës dhe mendjemath. Ajo që shtin njerin të jetë të hanë haram është mendjemathësia, bukshkelësia dhe mashtrimi i shejtanit. Dhe dhe fort mirë çdo herë kur të shkojë ndërmend të hash ushqim haram apo të pish pije të ndaluara, dije se atë ki vezvese prej shejtanit, ose ki nevojë. Sepse Allah t'i kalon 100 langje të tjera, 100 ushqime të tjera që i ki halal. Bile 100 kur tham gaboj. Shumë ushqime do të thotë që s'ki mundësi mi numru. Ti kalon halal e ti ka numru disa që janë haram që ti të largosh nga ajo. Thot Allahu Azza wa Jall, hurrimet alejkumul mejtetu waddemu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allahi bih. U është bojuve haram coftina, gjaku. U është bojuve haram coftina, kafsh e ngordhër e coft, pa marë parasysh se se ka emri, nëse ka cof pa e therë, atër do më thonën ajo kafsh është ndaluar, është haram. Qofte madhe, qofte vogël, qofte shtrenjtë, qofte lirë, ajo kafsh nuk lejo që të hatë. U lahmel khinziri, ndalohet nikosisht edhe mishi i derit, edhe çdo sen që del nga deri, si dush e mërtoje vjam, e mërtoje eshtën, e mërtoje gjak, e mërtoje si dush. Nëse është një element i cili del nga një ushqim i cili del nga mishi i derit apo deri konkretisht, ai ushqim do thot fund e krye është haram. Wa ma uhilla li ghayri Allahi bih. Dhe çdo ushqim i cili është therr duke bërë shirk Allahut Azza wa Jall. Dhe çdo ushqim i cili është therr jo në emër të Allahut subhanahu wa taala, por sa është therr në emër të ndonjë krijese, në emër të ndonjë gjinoje, në emër të teqës, në emër të tirbës, në emër të shebabës, në emër të shejtanit, si dush e mërtaje, në emër të kryetarit të partisë, në emër të kryetarit të shtetit, ai mish ose coftin nuk lejohet me hang. Qartë? Dhe çdo kafshë e cila nuk therret në emër të Allahut dhe therret në emër të dikujt tjetër, ajo kafshë është haram. Dhe ka dispozitën e mishit të derit, coftinës dhe kështu me radhë. Wal munkhaniqatu. Al munkhaniqa është kafsha e cila kafsha e cila është nga lidhja e fortë ka cof. Është gulfat. Wal mawqudatu wal mutaraddati wan natihatu. Wal mawqudatu është kafsha e cila bjen nga larg, nga nalësia e lartë dhe cof poshtë. Wal mutaraddatu kafshë e cila do të duke u kacafyt me kafshën tjetër, do të nga të ranat e mdhaja cof. Do të çfarë do që mënyra është që kafsha me cof apo kafsha e cila është ngulfat në ujë. Ka ra në ujë, nuk din notimin
edhe cof në ujë, ajo është coftin. Pra çdo kafsh e cila cof pa e therr, ajo kafsh është ndaluar për neve. Mos thuj s'ka lidhje hajvan me hajvan. Ja, nëse me brinin e vet hajvani tjetër e ka shpu dhe ka cof kafsha, e kafsha është haram për ta hongër. Mos thuj s'ka lidhje ka ra penal se s'ka mend kafsha. Nëse ka ra prej nalësit të madhe edhe ka cof aty për aty, ajo kafsha është ndaluar që të hatë. Wa ma akala as-sab'u. Edhe çdo kafshë të cilën e han, çka një kafshë e egër, sikurse ujku, sikurse luani, sikurse qeni dhe kështu me radhë. Nëse kafshën që është halal e han ujku, shembull delën e vjen edhe e han ujku. Edhe e lën, ai nuk e merr me vete. Ajo delë është haram për ta hongër. Tamam? Sepse konsiderohet do të coftin. Edhe në qoftë se kafsha mbetet e gjallë dhe kafsha e egër e merr një pjesë të kafshës që ka mbetë të gjallë. Shembull, uki e ka marrë një pjesë të komës së delës, apo ja ka nxjerr komplet komën. Edhe e lëshon komën, ma von hik. Delja është e gjallë, koma ka mbetë këto. Delja therret dhe hat, sepse ka mbetë e gjallë, kurse koma gjuhët. Kull man fasala min al-hayy fa huwa fi hukmi al-mayyit. Kështu është rregulli. Çdo sen që ndahet nga kafsha e gjallë e ka dispozitën e të coftës. 3 komi ka halal, të katërtën e cila është nga trupi i kafshës, ajo pjesë është haram. Pa më parasysh me asinë e saj, nuk e kemi të lejuar që ta ham atë kafshë. Illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha ala nusb. Sot përpasë nëse këto i therrni. Nëse ka ra kafsha në ujë, edhe ti e shes se është duke u ngulfat, ke drejt që të hinë shpejt në ujë edhe ta therish, nëse ka puls, nëse është ende e gjallë. Apo e ka kafshu ujku në fit, edhe gjonti ende duke lëviz delen, ki drejt me therë edhe me hongër. Dhe kështu me radhë. Nëse e gjon të gjallë dhe e therë, dhe thot ajo kafsh bëhet me automatizëm halal për ta hongër. Pse po i tham ketë? Kini me therë nesër kurbane. Kini me marë kurbanin të shpia, edhe natën e arifës e ki lidhë shumë, edhe kur deltja e shese është të cofë. është të cofë. Qka i bana, lenë me cofa e therë? E therat. Kurse të nesër më mblen të tërë kurban. Aje nuk është kurban, ama therë edhe haje ushimin, haje mishin asaj dele. Kurse për kurban bleje një tjetër që të mos bësh dhe të të masraf. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi innahu lafisq. Edhe mos ani nga kafshët të cilët kafshë janë therr pa bismillah. Nga se kjo është punë e keqe. Kështu thot Allahu azza wa jall. Edhe kafshët të cilët therrën pa bismillah janë haram që të ha. Kur e therr muslimani. Ndërsa kur e therr jo muslimani që është ehli kitab. Ehli të kitab kush janë? Krishterët dhe jahudit. Na lejohet me hongër mishin të cilën e kanë thënë krishterët apo jahudit. Veç kur të na vjen të na bëjmë bismillah dhe e ham. Nëse një musliman e therr një kafsh pa bismillah, të shkon e vet kasapin i thua bone bismillah, jo thotë çfarë bismillah. Zboj thotë në bismillah. Ajo kafsh është coftin, nuk lejohet që të hahet. Ani se e ka emrin Hasan Isen Muhammed. Nëse zban bismillah, ajo kafsh është haram që të hahet. Apo ti e prezent atje e shet duke e therr, edhe ai nuk ban bismillah. Nuk blen mish prej ti. Tjetra në ndalohet që të ham mishin i cili therret nga dora e mushrikëve. Kur themi mushrik, kemi do të thotë për qëllim njerëzit të cilët adhurojnë idhuj të ndryshëm, zotra të ndryshëm. Sikur se ato që adhurojnë Budën, ato që adhurojnë Budën do të thotë ato do të thotë që adhurojnë ndonjë kafsh, sikur se në Indi për shembull adhurojnë lopën, ku di kanë nga ata nuk lejohet që të ham mish. Mishi i tyre është haram për të hongër. Pse? Sepse ata janë mushrik. Ata janë mushrik. Qartë? Thot Allahu azza wa jall:
Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghayri allahi bih faman ittara ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Thot thuaj o Muhammed, unë nga ajo që më është shpall nuk jam të pa në gjëra të ndalume për juve. Nga ajo që është duke më shpall, shumicën e asaj që më shpallat është se ushqimet shumicën i keni halal. Illa e yakuna maytatan, përpas se nëse ai mish është mish coftine. Au daman masfuha, apo gjak. Au lahme khinzir, e treta, apo mish dere. Thot këto janë këshin në gishta, po me qëllimin e po i bëj me gishta, sepse Allah azza xal thot, o Muhammed, tregoj ti ummetit tënd se shumicën krejt i keni halal. E shtash janë nga 2, 3, 4, 5 që janë haram, çatim ju shmanguni. Qëndralisht është ai mish i dëmshëm për juve. Por neve s'na intereson është i dëmshëm ajo. Neve na intereson na ka bo halal Zoti ajo. Neve kjo na intereson. Nëse Allah na ka bo halal një ushqim na e hamat. Nëse na ka bo haram, na themi parimisht ne nuk e ham këtë ushqim, e masani pse zbulojmë na se ka dame të mëdha në atë ushqim, ajo është plus. Ajo është alo më mirë. Ama na nuk largohemi nga një ushqim se është i dëmshëm. Largohemi nga ai pse na ka urdhëruar Allahu azza xal që të largohemi. Do bëjni dallimin këtë. Dikush nuk e ha mishin e derit, jo pse ka haram. Po pse ka shumë vjam, thot, shumë ndirë më hipin trigliceridat. Ha? Ki do me thonë ka bo haram. Ki ka bo haram. Dhe ka problem me fejnë, sepse si është largu mishit të derit, shkaku se Zotë e ka ndalu, por se është largu nga i mish, shoku se ati frajerit si pëlqen. Keni kujdes në këtë. Wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Edhe thot Allahu azza xal, dhe është ndalu juve gjuajtia e kafshëve të tokës përderisa jeni në ihram. Do të thotë duke qenë në ihram ndalohet gjuajtia. Jashtë ihramit lejo, do më thonë që të gjujmë dhe të ham nga ai mish. Duke qenë në ihram edhe ndalohet gjuajtia, po edhe ndalohet që të hash nga mishi i gjahut. Qartë? Sepse nuk ki të drejt duke qenë në ihram me pas lidhje me emrin gjah. A ka pyetje? Çfarë do të thonë se është gjujt, lej për atë çka? Po e tokës. Lej për kaprall. Nëse ashtu do të thonë në A? Nëse është lopë ose dele. Edhe lop e egër. Nëse nuk ka mundësi të prejet, për shembull lopa në shmendur, atëra ka drejt me vrasë me. Po. Nëse lopa është shmendur dhe do të thotë nuk ka mundësi që të kontrollohet, merr dispozitin e kafshës egër. Sikur se është kaprolli. Kaprolli është kafshë e egër, e cila nuk ka përpas se me gjah. Tamam? Me gjuajti. Atër lopa e cila humb kontrollin dhe nuk ka mundësi që të kapët, atër merr këtë dispozit, plagohet me një farë mënyre dhe therët. Normal, kur të plagohet, du të mu plagu me bismillah. Du të mu plagu me bismillah. Apo i dërgohet qeni i cili është i ushtrum për gjuajti. Qeni ta kapat. Zagari. Ki dy forma. Gjuajtia bëhet me armë, me dorë, me qenë. Dhe paseri kryin punë qeni do të thotë më shumë se sa arma. E dërgon qenin e ushtrum, ai e kap lopën, apo e din ai mënyrën se si me kthi përsëri në shtallë. E si të hinë shtallë atër të thotë është ma letë. Po. Për çështja e peshkimit kur jemi në ihram, lejohet. Kjo është sajdul berri, gjuajtia e kafshëve të tokës. Çështja e kafshëve të egra në esencë ato mishgëndse çka nuk do të bëhen haram apo? Do të vim shtash atë. Ma përpora ndoshta do të thonë një parveprimi që e kam mo. Mishin a është i lirum ky veprim mishin që me qëllim që të mbetet më i freskët, ku përpara ndoshta edhe më shumë frigorifera si, edhe e kanë futur në gjatë në një herë.
A në të liu shumë të vetë. Në gjak. E ka mbush pak enën në gjak edhe mishi në gjakun. Ja, nuk lejot. Nuk lejot. Nga se Allah azza wa jalla therrjen e kalon që do të derë dhe gjaku dhe të dalen nga kafsha që mishi të mbetet më i pastër dhe më i mirë. Gjaku si del nga trupi i kafshës bëhet i papastërt. Por së ne di se përpara i kanë bën me krip, përkundrazi i kanë bën me krip që me dal gjaku dhe i kanë shtin bunar. Jo, edhe këtë e kam. Edhe tjetër kjo që ku pashët e potencut ju ehlu kitabit. Të tregoj vetëm një sens se gjaku duke ndet afër mishit bëhet pjesë përbërëse e mishit. Për këtë çka kafshët në përdunjo që theren këtë mënyrë, nuk theren, çka i mshojnë me mjet të rëndë në kry, edhe i lanë parafarsisht do të thotë një kohë caktume, 10 orë, 12 orë, deri 24 banvaki, në frigorifere do të thotë pa e rrep, pa e therë hiç. E lën me një qëllim, që ai gjak bëhet pjesë përbërëse e mishit, të pjekët në mish, pse që të fitojnë në kilash. Sepse ajo lop, do të thotë kur ta therish, ka me nxjerr ndoshta a ka në kasap, ka mundësi me nxjerr do të mbi 5 kg apo 10 kg gjak. Edhe ai 1000 lop ka 10 kg. Do më thonë bajgi i fitim deri aty. E çka bëjnë, i mshojnë me mjet të rëndë në kry, edhe gjaku s'del askund. Edhe ai rin aty. A? Nëse po që se pret llogarit. Ajo coftin është. Pa dyshim se coftin, po krahas që asaj që është coftin. Ato as që e therin. Edhe gjaku pjekët atje dhe bëhet më i rëndë edhe do thotë që të fitojnë më shumë tolla. 20 ditë në çfarë mishi mi tongër këtë të naftë. Mishi i Brazilit, në përgjithësi do të thotë kam dëgjuar një hoxh, nëse kanë certifikat halal, lejohet mi hongër. Sepse janë nga ehli kitabët të therta, i therin do të thotë njerëz krishter, të cilët njerëz të thotë që e kanë certifikatin halal, kanë edhe të punësuar musliman të cilët bëjnë mbikëqyrjen e therjes. Nëse na e shohim një firmë braziliane, e cila thotë se i kum therë ata, janë ehli kitab ata që therin, dhe nga ana tjetër, çfarë e ka plus certifikatin halal, atëherë bëjmë bismillah dhe e ham atë mish. Skandali fundi që ka me mish kalit. Mishi kalit nuk është skandal, po ato vetë e kanë bo haram një ushqim të cilën Allahu va ka bo halal. Mishi kalit është halal më e hongër. Nuk është haram. Ta shoh kjo kultura jone, do të mishi kalit, Unë po flas mishin e kalit. Po flas mishin e kalit, është halal me hongër. Është halal me hongër. Mishi i kalit është halal për të hongër dhe askush në fej se ka bo haram mishin e kalit përpas se te hanefit, që do të thonë se mishi i kalit është mikro, thonë që mishi i kalit është mikro, nga se thonë se mishi i kali është mjet transportues dhe është mjet do të thotë me cilën mjet do të thotë njeriu ban tregti dhe shkon edhe në luftë. Ata kështu e kanë paramendu kalin, e kanë paramendu kalin sikur se kerin në vaktin tonë. A është e kapshëm dikush me marrë me hongër kerin e vet. Ato kështu do të thotë, ajo është mjet, është për udhtim, për kalorim, për bartjen e mallit, për me shku me punu arën dhe lloj-lloj nevoja. Kanë thonë për këtë shak është mikro me hongër. Zomi Shipeles. Çdo sen që e ka emrin kal dhe rrjedh nga kali, qoftë ajo mashkull apo femër, Bela, to që është përsej. Mishi bagajt të pojde. Bela del hoqë, do të binim milis bagajt edhe ka pojde. Pama, e ka pamjen kal, se ka pamjen magar. Mama është me mardonje me magar. Se si u ka përzi e sapi aty unë se di pa, ai ka dal kal ka dal. Koordinojni muhabetin, ta krymë se mëse dëmë thënim në ka vanua o gjak. Veç pak. Të kitë pyjtjet e juve kina me ardhë, ka këtu shumë për të folë, ka dalë, më së gutni. Një ka një.
Çka i bashkangjitet ngordhësirës? Ha? Çka i bashkangjitet ngordhësirës? I bashkangjitet çdo ushqim i cili është haram. Gjithsesi që i ngjet ngordhësirës është, do të thotë, haram dhe i bashkangjitet edhe ajo që shkëputet nga kafsha e gjallë. Tamam? E dyta, çka përjashtohet nga ngordhësira? Uhillat lana maytatani wa daman. Fa amma al-maytatani فالجراد والحوت فأما الدمان فالطحال والكبد. Thot pejgamberi sa na janë leju që t'i ham dy coftina edhe dy gjaçe. Thot dy coftina të cilat na janë leju janë kërkaleci dhe peshku apo balena, dhe llojet e peshqeve. Kurse gjaçet janë fattihalu wal kebidu, do të mushkrit dhe mëlçia. Tamam? Mushkrit janë gjak në esencë, lejohet që t'i ham mushkrit e lopës, apo? Edhe pse ato janë do të bëme për gjak, bam përjashtim nga emri gjak, kurse edhe peshku, edhe pse është i coftë, edhe pse e gjon të coftë rreth ujit, ke drejt me marrë me përgatitë edhe me hongër për ushqim. Përderi apo kërkaleci, skakuleci, lejohet me hongër, do të thotë edhe i coftë. Lejohet me hongër kërkalecin e të coftë. Gomari shtëpiak, do thotë është i ndalum fetarisht. Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawm al-Khaybari an mut'ati an-nikah wa an akli al-umur al-humur al-insiyya. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Aliu radhiyallahu anhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Khayberit na i boni haram nikahin muta, nikahin e përkohshëm, me kontratë përkohshme dhe ngrënien e gomarit shtëpiak. Gomari, do të thotë, kemi dy lloje të gomarave. Kemi gomar shtëpiak, kemi gomar të egër. Cili është gomari i egër? Zebra. Zebra është gomari i egër, sepse zebra edhe gomari një pamje e kanë. Veç ajo është, do të thotë, bardhë dhe zi, sikur këto çarshafat e tonë. Kurse thotë, ha? Se rrobat e Juventusit. Nuk e di. Dush me vetë gjalin tem, ai e din. Dush me vetë Sufjani. Molla më dushëm. Du me thonën, zebra lejohet me hongër, apo? Zebra të dini hath, lejohet me hongër dhe ka hongër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga mishi i zebras. Ja kanë thirrë dhe ka hongër. Kafshët me dhëmbë syri dhe shpendet me kthetra. Çdo kafshë ka dhëmbë syri. Të ka këto dhëmbë përpara të mëdha. Sikur se është loni, ujku, maca e egër dhe kështu me radh, ato kafshë janë haram me hongër. Apo shpendet që janë me kthetra, sikur se shqiponja dhe llojet e saj që janë shumë, sokoli, kujt diçka unë. Dhe llojet e saj që janë të shumta, nuk ban mi hongër. Tamam? Thot Ibn Sinai, la yashtamiu fi hayawanin wahidin nabun wa qarnun ma'an. Këshin në mojnë me të mirë. Thot të një kafsh nuk bëhen bashk, dhomët e syrit edhe brinat. Nuk ka mundësi një kafsh me pas edhe brina edhe dhomët syri. Që do të thonë, nëse një kafsh ka brina, edhe nësi ka dhëmë të synit, a e lejohet me hongër. Qartë, që të mos i përzini me se kjo është regull. Wa dhun nabi min as-siba'i kal asadi wa dhi'bi wa nimri wal fili wal qirdi wa kullu ma lahu nabun yataqawwa bihi wa yastad. Gani shtash. Thot kafshë janë me dhëmë syri, janë kafshë të egra, sikur se luani, sikur se dhepna, maca egër, luani, ai elefanti, majmuni, wa kullu ma lahu nabun yataqawwa bihi wa yastad. Dhe çdo kafshë, cila kafshë ka dhëmë syni, me cilët dhëmë syni han ushqim apo gjun me ta. A dila i mirë? I lotësh. Merhaba. Mishi i xhelalës. Shkollaj si, çu. Mishi i xhelalës është mish i kafshës e cila kafshë han flicina. Kafshë e cila han flicina. Qofta e kafshë halal, qofta e kafshë haram. Qofta jo pul, qofta jo lopa po diçka tjetër. E sheh pulën duke hongër nga mishi i derit. Ka cop një derë dhe e sheh pulën të hongër nga i mish. Apo e sheh do të thotë lopën duke hongër mish të fliqt.
E shese do të thotë në këtë rast, nëse do ke pas një që ti me therat pul, për shembull, po themi, s'ki drejt me therë. Dush me marrë me mshen në shtëpi spaku 3 ditë, të japsh ushqim të pastër e pastaj ta therësh. Kjo ndodh me pula të cilat i lëshon dikush domethënë pa kontroll. Pa kontroll. Ama nëse pula han për shembull bagla lope, a është e pastër apo e papastërt? E pastër, sepse bagla e lopës është e pastërt. Nuk është e papastër, ajo është bar i nxehtë. Apo bar i përpunuar është në esencë. Dhe kur gjë s'ka të papastërt. Ama nëse pula han do të thotë nga flicinat, sikur se shkon ku jetojnë musliman edhe jo musliman, pula shkon në farmën e derave edhe han aty nga ajo ushqim, ajo pula është e papastër për ta hongër, edhe nëse ka edhe delja nëse ban kështu. Shembull delja ka hik nga tufa është nda dhe ka shu ka hongër te farma e derave, përsëris ban që ta hajmë atë pulë përse du të talon 3 ditë që të pastrohet spaku. Kur lejohet e ndaluara? Apo? Kur jenë zartë. Allahu Azza wa Jall, edhe pse ta ka ndalu një ushqim, ka raste kur e ka leju për shkak të rahmetit të madh që e ka ndaj neve. Elhamdulillah që kemi kësi krijues dhe Allahu na bëf rritime të sot din që ta falenderojnë Allahun Azza wa Jall për këto mirësi. Thot Allahu Azza wa Jall, "Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Thot edhe kush detirohet kur është në pyetje jeta e tij, ka mbet pa ushqim një kohë të gjatë dhe vjen në rrezik në jeta e tij, rrezikohet jeta, shëndeti. Ghayra baghin wala 'adin, ka të drejtë që të hanë nga ajo, duke mos e ngron atë ushqim me ëndje, thot me qef, wala 'adin edhe duke mos e tepru. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, dini fortëmi se Allahu është mëshirues dhe falës. Dini fortëmi se Allahu është falës dhe mëshirues. Ta fal edhe të çka të mëshiron, do thot për shkak se ti ke ngron nga ushqim, nga se ke pas patjetër që të hash nga ushqim. Faman ittara fi makhmasatin ghayri mutajanifin li ithm fa inna Allaha ghafurur rahim. E thot kush detirohet në Mahmasa është kur njeri do të thotë më i vjen në fund. Mahmasa kanë thonë disa kur njeri i mbetet pa ushqim 3 ditë e tepër. Unë tham nuk ka caktuar me ditë. Dikush ka mundësi me ndet pa ushqim 3 ditë pa problem, hiç. Edhe 4 i ban. E të pestën e ka problematike. Dikush që është kocë likur i dopt. Ai të ndrin pa ushqim as 24 orë. Ai si ti ban 24 orë i paraqitet nevoja për ushqim dhe ai ka drejt që të hanë nga coftina. Nga se organizmat si ka kriju Allahu Azza wa Jall me një formë, janë ndryshe dhe do të thotë në bazë të asaj nevoje që është e patjetërsueshme që konsiderohet të një person të tjetri, në bazë të asaj lejohet edhe ngronia e coftinës apo mos ngronia e tij. Ai që qëndron më shumë se 3 ditë i themi ti ki drejt me hongër coftin kur të mbetesh pa ushqim 3 ditë e tepër. Ai që nuk ka mundësi me ndet më shumë se 1 ditë, i themi të lejohet ditën ditë që ti të hash mish coftin apo mish të ndalum. Inna Allaha yuhibbu an yutba ar-rukhas kama yuhibbu an yutba al-azaim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall gëzohet që ju të mirëni lehtësimet, ashtu siç gëzohet kur ju i mirëni dhe i praktikoni vështirësitë. Allahu Azza wa Jall gëzohet me robën e vet kur e ka që ai patjetër të hanë mish coftinë dhe hanat. Nga se ka patjetër. Allahu Azza wa Jall gëzohet me ti se ke marrë këtë lehtësim. Ashtu siç gëzohet me ti kur ti agjiron kur është 40 gradë në nxehtësi. Edhe atëherë gëzohet kur ti praktikon shariatin, edhe këtu gëzohet kur praktikon shariatin me lehtësim. Atje e praktikon shariatin me vështirësi, këtu e praktikon shariatin me lehtësim. Sasia e ushqimit që lejohet. Sasia e ushqimit që lejohet është sasi relative. Do thotë e para han sa me majt shpirt. Dhe natyrisht nëse është vende ku je hub, shembull po tham mal, dhe ti nuk ke orientim as pak, han pak më tepër sepse nuk ke orientim. Ama ti edhe një sent, i të hongër këto ushqim, edhe i të pa timin paraforsisht 1 ditë largësi në kom.
Atër këtë rast hanë pak sa ta moj shpirtin, sepse ti të pa tema ti, të pa fshat, ku kime mri mas 24 orëve. Edhe të merë udhën kadar, qaj mish që i kjo ngër pak, ka me të mjaftu që të mrish deri në advent. Ama nëse nuk kjo orientim, hanë mirë. Hanë mirë edhe ngihesh mirë. Edhe bile, nëse e shese nuk kjo orientim as pak, ki drejt me marrë një pjesë të mishit me vete. Edhe pësë të softina, edhe pësë është haram. E merë nga se nuk dihet se do të kesh nevoja jo. Sepse ende kje hukmin, dispozitin atinve që janë të detyrueshëm dhe të patjetërsueshëm që të hanë mish të ndalum që është softina, deri dhe kështu me radhë. Kur tha mish të ndalum, lejohet me ongë mish softine, lejohet me ongër mishin e derit, lejohet me ongër këtë shkaune. Çka do që të paraqitet para vetes dhe ki nevojë për të, dhe thot edhe ka mundësi që të hash e han atë ushqim, nga se e ki patjetër që të hash atë ushqim. Kurbani. Këta do të disa rregullat e kurbonit që t'i keni parasysh edhe pse shumica i dini, por se po ju a lexoj shpejt e shpejt, kafsha që sere ditën e bajramit të shrikut apo për të afruar tek Allah. Kjo është kurban. Tamam? Lejot me çujt kurban që e merr të një kafsh me falendru Allahun, pse Allahu shembull ta ka mundsuar me hi me një punë të mirë. Allah ta ka mundsuar me punsu me një punë të mirë dhe ti çka ban të nesër më shkon e blen një dele të mirë, një dash të mirë, dhe thu ka me thirr kurban për t'i bëu hamd Allahut. Që ma ka bëu të mundshme që të him punë, apo e ke pas nonën shumë të smund, edhe ka shpëtu me lejnë Allahut, e pret një kurban thuaj, po e falendere Allahun që më shpëtoj nonën. Sepse nona është derë, e xhenetit e çel deri sa është gjallë ajo. Atë ditë që vdes nona mshelet ajo deri në xhenetit. Edhe te e falendron Allahun për këtë mërësi që ta ka dhënë. Dispozita e kurbanit është obligim për çdo kan që ka. Patjetër e ka me thirr kurban çdo kush që ka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kush ka mundsi, kush ka pas mundsi që të kurban, edhe nuk ka thirr kurbanin të mos na vën në xhami ta falë me neve bajramin. Hiç mos vere të falë bajramaj, sepse s'ka thirr kurban duke pas mundsi. Koha e thirrjes mas namazit të bajramit, masi që falet bajrami, atëherë thirret kurbani, ose do e thirrin kurbanin mas namazit sabahit, që të kesh ai më shumë vakt mas bajramit. Ja, masi që të falet bajrami, atëherë thirret edhe kurbani. Llojet e kurbanit janë lopt, dhënt, devat. Për sa persona vlen një kurban, një dere vlen për një njerë, apo për një familje, e domaçini i shtëpisë, për shembull baba jot, të kanë bikëqire ti, do të thotë vllahun ton, nanën ton, dhe motrën ton, këtë familje, sa është një familje, pret baba për këtë familjen. Qartë, apo nesër ju kur të bëni domaçina me lenë Allahut, ju do të tërni për juve dhe për këtë familjen tuaj një dele mjafton. Devja është për 7, edhe lopa është për 7. Mangësitë e kurbanit do të thotë që të mos jetë verbër, e qallë do të mos shkepoje, e smur, me çfarë do smundi që është, apo e thyer do të që është do të thotë e laftë. Kafshët që vriten. Këtu të përmendu disa kafshë që vriten në gjitha gjendjet. Sa minuta e kemi vëdër ishtash? Një satë. Ata ndërprejmë. Nuk ka marë, nësi një lothë e ndërprejmë. Që është pak. Kafshë që nuk ndalon të vriten dhe s'kamë. Kafshët që vriten, transmeton Ibn Omeri radhiyallahu anhu, thot se kam dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke mbajt hutben minber dhe duke thonë: "Uqtulul hayat", vritni gjarpërit. Do të vritni gjarpërit. E pastaj thot: "Waqtulu dhut tafiyatain". Dhut tafiyatain, edhe vritni thot gjarprin e cila është me 2 vija të zeza në qafë. Ka domethënë disa lloje të xhapnive, të cilët do t'i përmendim këto, që janë të veçuar nga xharpret tjerë. Ka xharpën që i ka 2 vija të zeza në qafë. Edhe e veçon pejgamberi sa son këtë me arsye, çfarë do ta tregojmë. Wal abtar. El abtar është xharp i cili ka bisht të vogël. Krynë e madhe e ka, ma bishtin e ka të vogël, nuk është e gjatë. Është parafarsisht deri në 1 metër maksimum. Është kafshë domethënë e madhe, e fortë. Krytë e madhe ka, ma bishtin e vogël, s'ka bisht të gjatë. Pse? Fe innahuma yatmisan al-basar. Thot nga se këto 2 kafshët, çka e prishin shiqimin.
ta hupin dritën e syve. Ta hupin dritën e syve. Keni kujdes. O jeste skritani në habel. Edhe janë kafshë të cilët çka e nxjerrin fetusin nga barku i nanës. Grush të zone janë nxjerrin fëmin. Janë kafshë të rrezikshme, të cilët domethënë kanë rrezik të madh që vriten edhe duke qenë në ihram. Po. Ato këtë rrezikin që e kanë kur ti kafshojnë njerëz, o me shikim më vonë. Edhe me shikim edhe me kafshë. Me helm, po domethënë ose me Edhe me helm edhe me shikim. Me shikim janë nxjerr fëmijë. a helmin e kishme të qyrë, no? Po. Me shikim e nxjerr. Janë xhapnit trishtueshëm. Trishtueshëm janë që Allahu Azza wa Jall domethënë i kalon të rrezikshme, sprov për ummetin. Dhe ato her pas here edhe helm gjujnë, janë të helmueshme, po her pas here edhe hiç pa helm din me bë domethënë zarar. Në Sahihun Imam Buhariu dhe Muslimit nga që transmeton Said ibn al-Musayyib anna Umm Sharik akhbarat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha bi qatl al-awza'. في رواية البخاري قال كان ينفق على إبراهيم عليه السلام. Thot në hadithin që përmendet në Sahihun Imam Buhariut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar një gruje që t'i vret xhapinat. Ha? Pse? Nga se thot xhapini në kohën e Ibrahimit alayhis salam ka gjujt çka zarm ka gjujt. Këtë kafshë janë mundu me shim zarmin, që të mos digjet Ibrahimi alayhis salam xhapini ka gjujt zarm. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar të thotë Umm Sharikën që të vret xhapinin, që ta vret xhapinin. Çdo më thon xhapini, e dini çka është xhapin, apo? A ka dikush që nuk e di? Po. Xhapini do më thonon është kafshë zvaritëse që ngjitet në përmur që hec zhak. Zvaritet do më thonon. Dhe është kafshë do më thonë që vritet në gjitha gjendjet edhe duke qenë në shtëpi dhe duke qenë në ihram dhe kështu me radhë. Kafshë tjera وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم. Aisha e transmeton hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 5 kafsh janë kafsh zullumçare të cilët vriten edhe në harem. Edhe duke qenë në ihram, edhe duke qenë në harem. Harem është edhe xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe xhamia e Qabës, edhe Mekka. Apo ato janë el akrebu, akrebi, skorpioni, që ka do më thonë helm në bisht. Ajo vritet do më thonë ku ta gjesh. Vritet ku ta gjesh, edhe i ki halal me vra. Wal hid'atu, el hid'atu është kafsh sikur se sokoli, shqiponja dhe kështu me radhë. Kafsh do më thonë që gjumë prej qellit. Wal gurabu, ha? Nuk e di emrin shqip, nuk e kom përkthi, e pash. Si kafsh nuk u mora shumë se shumica e emrave janë emra latin, e derisa ta gjoj shqip më duan një ditë të më shkojë këta. Po tham çdo kafshë e cila është e cila sulmon prej qeve, qoftë ajo sokoli, qoftë ajo do të thotë shqiponja apo si thave? Fajkoj, apo fajkoj dhe kështu me radhë. El Gurab çka është? Ha? Laskra. Gurab është laskër. A e dini laskra çka është? Sor. Ajo e zeza. Korb. Korbe. Korbin ban me vra edhe në ihram edhe në Mekë edhe në Medinë. Është kafshë e cila i sulmon do thotë pulat apo ozna. Çto laskra tjetër është korbi edhe kjo tjetra sorra. Tasha përmbiden të trija apo se këto kanë ja, këtu do të thonë ka të bëjë wal gurab. Është ajo do të thotë laskra është korbi, është i gjithë i zi. çat korbin e kanë për çfarë? Laskra është çka tjetër është. Nuk është laskër, korbe si thënë laskra? Unë jam nip dërveni, i thënë asoj të korbet i thënë laskër. Laskra tjetër. Tjetër, a? Po. Mirë, është për qëllim korbe e zeza, komplet çka është e zez. Korb. Tamam? E ka zatën emrin gurab, korb, do të thotë çati është. Wal fa'ratu, miu. Mini do të ban me vra
ha keve me hram, ha keve pa hram, ha keve në qapa, ha keve ashtë të qanë. Wal kelbu l'akur, edhe qka, gjdo kafshë e cila është do më thonë në kafshë zullumqare, sikurse luani, sikurse do të tëtë hijena dhe kështu me radhë, që do të tëtë janë kafshë që sulmojnë edhe dëmtojnë me të madhe. Sa për gjabnin, a shë vërtet se gjabnin është armiku njerit, po? Ma si vritet, po. Po ja, bazuar në të se shëjtoni ka hinë vrimën do të në gjarpën, ka hinë gjenet edhe që s'ke ajo ligjatën. Se dijet. Nuk e di. Gjarpën e ujit, ma, lehot në mitë. Po, edhe i ujit edhe i tokës. Gjarpën e kojmë, ne dhe kjo. Gjarpën e shpijës ka dalim, majnë i ment. E kom shpegu në njerë këtë, për nuk e di a është incizume, si do qoftë. Gjarpën e shpijës ka dalim dispozit nga gjarpën e rrugës. Gjarpën e shpijës, nëse gjoni gjarpën në shpijë, majnë i ment, mos mërë një guzimin me vra më njerë. Por se 3 ditë me radhë, duhet me kërku nga e gjarpën që dëll nga shpija, ta liroj shpijen. Nëse mas 3 ditëve nuk e liroj shpijen, atëra e gjarpën vritet. Që shë kërkon? Që bon kërkesën? I thu në emër të Zotit të tham dil prej shpis. Me fole? I foli drejtorës gjarpën, o gjarpën, në emër të Zotit të tham dil prej shpis. Jo, është vërtet. Nuk i afrosh, sepse ka mundësi me kona e gjin. Sepse ka mundësi me kona e gjin edhe i drejtosh, i foli, thua gjarpën, në emër të Zotit të lësë që dalsh prej shpis. 3 ditë me radhë, nuk merë vesh, 4 ditë një stopë të madhe dhe mite. Kafshet të sëtë nuk mbytën. Po. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatli 4 min ad-dawab, an-namlatu wan-nahlatu wal-hudhud was-sarad. Ka ndalu pejgamberi sa thotë që mi vra 4 kafsh. Bubrecin, bletën, hudhudin edhe saredin. Hudhud është kjo. Ç'kjo është hudhud? Pubza, shqipi thënë. E sarad Lanius nubikus i thënë saredi. Shqip së në këmë gjithë. Saredi është Lanius nubikus. Që kjo është saredi? Pubza është dhe më thënë hudhudi. Ka ndalu për nga misët që me vra bubrecin, bletën, pupëzën, edhe sjepat Lanius nubikus, apo masket shrik i thënë, anglisht. Masket shrike. Që kjo masket shrike? Qartë? Pastaj, neha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katlit difda. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të vritet kush? Bretkosa. Zhava, nuk ban me vra, sepse është nga kafshët e cilët kafshë e falenderojnë Allahun subhanahu wa taala. Lutë Allahun azza wa jall që të na pranoj këtë mund, të na shpërblej për këto çaste, e gjithë së bashku, walhamdulillahi rabbil alamin.